Ekspertja e qeverisjes vendore Voltana Ademi ka udhëhequr workshopin rajonal bashkime të forta përmes raportimit të performancës nga analizat e vendimarrja, një aktivitet që synon forcimin e kapaciteteve të pushtetit vendor dhe rritjen e transparencës në përdorimin e raporteve të performancës. Në çelje, Ademi theksoi se raportet e performancës nuk janë dokumente teknike për arkiv, por mjete konkrete për të matur ndikimin e shërbimeve të bashkisë tek qytetarët. Ajo nënvizoi se procesi mbledhjes së të dhënave, interpretimit dhe publikimit kërkon standarde të qarta dhe bashkëpunim mes administratës, këshillave bashkiake, shoqërisë civile dhe mediave. Reloadi, ajo ka qenë një instrument metodologjik që u tha bashkive, përdorni këtë mënyrën për të bërë të mundur që të jepni mundësinë atyre që janë sektori tretë për të konkuruar jo si një kompani, sa ata janë kompani, por ata do të konkurrojnë për një shërbim që është ndryshëm, që bën një avantazh, që është inovacion, po që sjell një vlerë të shtuar, që nuk është se bën punën vetëm. Ata i thanë bashkive, ne po ju japim vitin e parë 80% të parave neve, 20% bëni ju. Vitin e dytë do paguni ju 80% e ne 20%, vitin e tretë do paguni 100% parave ju. Dhe do vazhdoni vetë. Bashkia do ta vazhdojë si. Do ta vazhdoj. Në Shkodër ne e vazhduam. Por ne e vazhduam jo vetëm për sektor, ku e aplikonim ne tani. Ne çka kishte festa, ngjarje, qyteti, asgjë s'ka bërë bashkia, të gjitha kanë shkuar në konkurrim. Dhe ç'a ndodhe? Një herë vinte Fatjoni, një herë vinte Nevina, një herë vinte Voltana. Diskutimet më pas u fokusuan dhe te roli njësisë së performancës brenda bashkive, strukturë që vlerëson efikasitetin e shërbimeve publike dhe ofron indikator që përdoren në vendimarrje. Pjesëmarrësit ngritën nevojën për standardizim të metodologjisë, rritje të transparencës dhe komunikim më të qëndrueshëm me publikun. Workshopi u zhvillua në kuadër të projektit Bashki të Forta, mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Ambasada Zvicerane dhe ajo suedeze. Koordinatori lokal për qarkun FIE Robert Murataj theksoi se projekti po ndihmon bashkitë të adoptojnë standarde europiane në menaxhimin e performancës dhe të forcojnë kapacitetet në funksion të proceseve të integrimit europian. Bashkia për tekat e saj mbas edhe ishim pak kritik ndaj bashkisë. S'na i dha të projekt i kundërtit pa ditur dhe na i merr një organizatë e Tiranës. S'kam përse i paragjykoj, po do të them që ndodhen dhe këto. Instrumenti në fakt është bërë për të mbështetur organizatat lokale. Këtu kemi pasur një komunikim negativ me Reloadin kohë të fundit. Nëse Reloadi para ka qenë mbështesë organizatat lokale, Reloadi i dytë Ka devijuar pak. Ka devijuar shumë në fakt se ishin organizata të Tiranës që konkretisht vinin marrin ideja është të konkurrosh. Por në fakt Reloadi këtë ka që të fuqizojë shoqërinë civile lokale dhe aty ku s'ka vetëm grehen. Atmosfera e punës u karakterizua nga dialogu i hapur dhe ndarja praktikave konkrete. Pjesëmarrësit u larguan me mesazhin se raportet e performancës janë instrumente të domosdoshëm për rritjen e llogaridhënies dhe përmirësimin e shërbimeve, duke reflektuar marrëdhënien mes bashkisë dhe qytetarit dhe duke shërbyer si bazë për vendimarrje më të informuar dhe zhvillim lokal më të qëndrueshëm.